Dasma në Shqipëri që u kthye në tragjedi. Dëgjojeni këtë histori, ka ndodhur vërtet para disa viteve, por duhet të kujtoj që ka disa zakone në Shqipëri që me sa duket vazhdojnë ende sot që të përdoren këto zakone dhe shpesh krijohen edhe le të themi keq kuptime, sepse incidentet kohët e fundit janë reduktuar. Megjithatë, kush është rastësisht do t'i lutesha t'i bëj like faqes nëse nuk e ka bërë dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Ishte pas monizmit, disa djem nga Vlora, meqense kishin ardhur këtu në Itali, kishin krijuar disa miq dhe shok italian. Dhe një djalosh nga Vlora loste futboll me disa italian, jo se loste futboll me profesionistët, por loste futboll kur kishin kohë. Dhe zakonisht kur takoheshin, tregonin historitë e tyre, sepse shqiptari kishte qejf që t'i tregonte për sa i përket praktikave në Shqipëri. Por me sa duket, nga ana tjetër italiani donte t'i tregonte për sa i përket le të themi jo praktika, por zakonet që përdoren në Itali. Kishte njohur një vajzë shqiptari, njohur një vajzë italiane, por nuk i pëlqeu kaq shumë kjo vajza italiane, dhe ajo dëshironte që të martohej me të. Në fakt, jo vetëm ky shoku italian, por edhe një tjetër i tregonte se si mund të lidhej me këtë vajzën dhe si mund të shkonte jeta e tij. Por shqiptarit me sa duket nuk i pëlqente shumë. Dhe pas disa viteve, kur u gjend në Vlorë gjatë pushimeve, njohu një vajzë shqiptari. Dhe njohu këtë vajzën dhe le të themi që u lidhën që në fillim, sepse kishte një atraksion mes të dyve. Dhe kaloi kohë, ky nuk donte që të linte vajzën italiane, por njëkohësisht i pëlqente shumë vajza shqiptare. Megjithatë, me kalimin e kohës u dashurua keq me vajzën shqiptare dhe si përfundim vendosën që të fejoheshin. U fejuan, u bë një dasëm, jo dasëm sepse dasma u bë më vonë, por u bë një fejes tamam si bëhesh në atë kohë, sepse sidoqoftë këtu po flasim pas viteve 92-93. Më duket se kjo ngjarje ka ndodhur aty në vitin 94-95, mos të gaboj. Megjithatë, kush është nga Vlora e njeh shumë mirë këtë si histori. Dhe si përfundim, ky djalë erdhi në Itali, ndajti pak kohë që të bënte pak të ardhura dhe bëri dasmën e madhe, sepse si gjithmonë në Shqipëri organizoheshin dasma të mëdha. Edhe sot, e kësaj dite, me fjalë dasma është gjëja më e madhe. Kudo në botë, por në Shqipëri është pak më ndryshe. Dhe ftoi disa miq dhe shok shqiptari. Ftoi nga vendet nga Greqia, sepse kishte, mos gaboj, vllai i tij jetonte në Greqi dhe kishte disa shokë dhe miq, dhe edhe ky mori disa shok, ku ndërta mori dhe shok italian. Njëri prej tyre që nuk i njihte, le të themi, rregullat e shqiptarit, dëshiroi që të vinte. Njëri nga këta që loznin futboll bashkë, ndaj jo përmenda në fillim që loznin bashkë futboll. Dhe ky italiani së bashku me shokun tjetër ishin të ftuar me fjalë dasmorët nga Italia, që erdhën në atë kohë. Dhe ishte momenti që mbaheshin armë në atë kohë. Ju e dini shumë mirë. Deri në vitet 97-98, njerëzit mbanin armë sepse kishte çeta. Mase mbani mend në atë kohë, nuk kaloje dot në ullishte sepse nuk kishte atëre autostrada, nuk ekzistonte. Ose më mirë rruga që është bërë tani, rruga e re. Por njerëzit kalonin nëpërmjet nga Fieri, në ato fshatrat aty në Levan dhe dilnin poshtë në ullishte përpara se të futeshin në Vlorë, derisa rrinin Pusmezin. Por kur kalonin tek ullishtja, bile aty shpesh dilnin çeta, si u thash, djem të rinj me armë dhe plashkisnin çdo që kalonte.
Dhe njerëzit kishin frikë në atë kohë, ndaj mbanin dhe armë. Dhe gjatë asaj dasma kaloi shkëlqyshëm, se cili kishte armë, si që thash, dhe armë kishte edhe babai i djalit në shtëpi. Djali e dinte, sepse ky kishte investuar për të blerë armën babai. Dhe kështu, dasma në dasëm, mos gaboj, kishte shumë njerëz si shtuhet, kishte të ftuar nga të gjitha anët, edhe përveç, si që thash, nga Shqipëria, por edhe nga Greqia, nga Italia, jo vetëm të huaj, por edhe shqiptar, dhe u bë një dasmë e madhe. Kur erdhi nusja, sepse shkuan dasmorët që morën nusen, këta italianët u pezmatuan, sepse nuk ishin para asnjëherë ato rritet shqiptare me atë rakin, apo ku ta di unë që shkuan, lenjer ku shkuan morën atë nusen, gjitha i karavan me makina pas, dhe pastaj kur u kthyen etj. Dhe kur erdhi nusja në shtëpi, ata burën re, ato rritet që bënin, ai që kishte qejf për rritet, pyeste shpesher dhe pyeste edhe dhëndrin, pra shokun e tij, çfarë janë këto rrite për shembull me pasqyrën etj. Ndërsa tjetri nuk e çante kokën fare, ishte vetëm një që ishte shok, por nuk e çante shumë kokën. Dhe si përfundim, kur nusja u fut në shtëpi, që tek dhoma e saj, doli bilese, sepse tregohet që ka ngjarja, tragjedia ndodhi jashtë, jo brenda dhomës. Kur doli nusja në valle, së bashku me dhëndrin, i kërkonin italianët, të dy këta shokët, bacio, si i kanë italianë, puthe nusen. Mirë po, në troje shqiptare nuk përdoret një gjë e tillë. Për më tepër në atë kohë ishte ende momenti që kishte kaluar nga monizmi, pra nga komunizmi, në një zhvillim, si mund të quhet, dhe ishte ende e pa eksploruar kjo botë, pra bota e zhvillimit. Dhe djali ishte akoma me tradita shqiptare dhe pse jetonte në Itali. Dhe normal ati i vinte zor, e mori si përfundim, e mori nusen, me qenë se këta ju lutën, pastaj shikoni dhe tjerë dhe buzëqeshni dhe shqiptarët i thoshin okej, dhe ai e përqafoi, por e përqafoi dhe e puthi në ball nusen. Italiani, ky tjetri, jo ai që kërkonte gjithmonë që të dinte, por italiani tjetri pse tha ashtu pushet nusja, kishin pirë pak, nuk diskutohet, kishin pirë pak sepse ishte vonë, më fjalë i vonë. Jo vonë, po kishte gjatë gjithë kohës kishin pirë sepse ishte dasëm. Dhe ky italiani i afrohet, merr nusen dhe e puth nusen në mes të dasmës dhe përpara dhëndrit. Normal që nuk është se në Itali bëhen këto gjëra, absolutisht jo, por si ju thash, për një italian që të zhvilluar, si mund të themi, mund të ndodh një gjë e tillë, mund që të ndodh, por në rast ekstrem kur ka pirë, sepse pija ndonjëherë të tregon atë që ti ndjen. Megjithatë vajza shqiptare ishte yll, si tregohet, dhe ndoshta ai u tërhoq edhe më shumë nga kjo, përveç se nga atmosfera dhe nga pija, dhe puthi nusen, dhe i puthi në buzë. Atëre, djali, shqiptar, shkoi në dhomën e gjumit, mori armën dhe i qelloi 2 herë. E vrau në vend italianin. Normal që dasma u kthye në tragjedi, por atëherë është folur shumë për këtë. Nuk kanë folur gazetat, nuk ka folur televizionet, por mendohet që ka ndodhur me të vërtet. Unë nuk e di zonën eksakte, por nuk dua ta përmend sepse ndoshta nuk duan që të përmendet ky fakt, sepse dini ju që një shqiptar kur mendon që dikush i ka puthur gruan, çmendet. Kështu që e kam parasysh sepse nuk mund të bëhet një gjë e tillë, por dikush thotë që ai gruan e la, edhe pse ç'është e vërteta nuk ishte faj gruas, të tjerë thonë që jo nuk e la dhe ata vazhduan që të jetonin bashkë etj. Megjithatë unë do t'ju pyesja juve nëse ju e keni dëgjuar një ngjarje të tillë që u kthye në tragjedi pra në një dasëm shqiptare pas viteve 95. Nuk e di eksaktësisht se kur, por ishte në atë kohë kur mbajshin ende armë që
nga viti 1995 deri në vitin 1998, parafërsisht 99. Dhe do të dëshiroja një komentin tuaj, por dua të shtoj edhe diçka tjetër. Në trojet shqiptare ka disa zakone vërtet të çuditshme. Dhe ka ndodhur shpeshherë që ka ndodhur edhe aksidente të tjera. Mbaj mend bile një dasëm tjetër, në një dasëm tjetër ku ka qelluar me armë dhe armët kanë vrarë dhëndrin apo kanë vrarë dasmorët apo ku ta di unë. Sepse këto janë praktika që bëhen ende sot në trojet shqiptare që qellojnë në ajër me armë. Mirë po plumi shkon deri diku dhe pastaj kthehet mbrapsht. Ndonjëherë edhe pa e menduar ai duke qenë i pirë, qellon drejt dasmorëve, duke lëvizur, duke kërcyer e tjerë dhe ndodhin aksidente të tilla. Dhe doja t'ju pyesja, a keni dëgjuar për aksidente të tilla në trojet shqiptare kohët e fundit? Këtë histori e keni dëgjuar apo jo? Pres komentet tuaja. Ju përqafoj. Kalofshi bukur.